dhe përkundër përgjigjen ndaj Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në distancë apo edhe vendeve të rajonit ku deri tani ka përgatitur. Askush nuk mund na sigurojë që nuk mund të ketë goditje të tjera edhe në objektiva të tjera përfshi edhe Evropën. Kështu që këto janë dhe do të mbeten rrisqe, do të mbeten kërcënime për të cilat vendet respektive dhe strukturat ndërkombëtare duhet të jenë të përgatitura të marrin masat e nevojshme për të minimizuar efektet në raste të tilla. Jam i bindur që edhe Izraeli, që ka një nga më të veçantat në botë, do thosha sistemin e mbrojtjes raketor dhe të goditjes nga ajri, jam i bindur që edhe në llogarit që ata kanë deklaruar vetë nëpërmjet shtypit edhe konferencave, që ai nuk mund të arrijë të mbajë dhe të bllokojë, të interceptojë dhe të asgjësojë gjithë arsenalin e raketave apo të dronëve nga ajri. Detyrimisht që bëhen llogarit teorike dhe sistemi është zhvilluar mbi këtë bazë që 90% të sasisë së raketave apo të dronëve, po të fluturimeve nga ajri që i drejtohen dhe adresohen për Izrael të mund të interceptohen dhe të asgjësohen përpara se të prekin tokën apo objektivat ku ato janë adresuar. E qartë. Ndërkaq, zoti Prenga, nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump e ka cilësuar Iranin si një tigër prej letre dhe nuk e përjashton mundësinë të përdorimit të forcave speciale për të sekuestruar uraniumin e pasuruar të Teheranit. Si shihni të gjitha këto deklarata të presidentit amerikan dhe mendoni se ky është një prelëmërim ndoshta për një operacion të drejtë për drejtë ushtarak brenda Iranit? Unë mendoj që kjo është pjesë e propagandës dhe e motivimit të palëve, si nga pjesa e Iranit, ashtu dhe nga pjesa e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo tashmë njihet si një formë e përdorur, mënyra se si varet nga personi që bën deklaratën apo paraqiten para mediave dhe publikut. Unë nuk do ta gjykoja që është një tigër prej letre, për sa kohë sot jemi në 10 ditë që një goditje masive nga ajri, masive do thosh edhe deti të gjithë objektivave, por përsëri ata vazhdojnë të rezistojnë e aq më tepër edhe të kundërveprojnë. Në këto kushte, unë do thosha që operacion masiv toksor nuk besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës as Izraeli do të jenë të përfshirë, por operacione, si mund të themi, kirurgjikale, pasi ata këta kenë zbuluar realisht se ku ndodhet kjo sasi e uraniumit të pasuruar, nuk përjashtohet mundësia që nëpërmjet forcave speciale të mund të organizohet një operacion i tillë për të marrë sasinë e uraniumit të pasuruar dhe për të hequr mundësinë Iranit që në një të ardhmet të shkurtër të mund të përgatisë edhe të posedojë mbushjen apo kokat e raketave me mbushje bërthamore. Këtu vetëm këtë pjesë mendoj unë që është e mundur dhe është diskutuar, mund të jetë dhe në skenaret e mundshëm të veprimit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, dhe që në momentin kur ata ta shohin të arsyeshëm, pasi të jenë dobësuar, si thosh, objektivat ushtarake kryesisht dhe gjithë, si mund të themi, infrastruktura e domosdoshme e drejtimit e leadershipit politike ushtarak të Iranit, jam i bindur edhe garda revolucionare në këtë mes që është kundërshtari më i ashpër dhe i flakt, kam bindjen që mundet të kalohet në këtë lloj operacioni të quajtur kirurgjikal me forca speciale të detajuar, të studiuar dhe të planifikuar jashtëzakonisht mirë, mund të futet në një kohë relativisht të shkurtër për të përmbyllur këtë operacion dhe për të hequr këtë mundësi Iranit duke i marrë uraniumin e pasuruar. Zoti Prenga, nga ana tjetër i gjithë ky skenar pra që Donald Trump ka hedhur në tryez, i cili mund të ndryshojë të gjithë ekuilibrat, mendoni se do të ishte hapi që ndoshta mund ta çojë rajonin drejt një lufte të hapur? Nuk besoj. Çdo ditë e më tepër Irani nëpërmjet kapaciteteve të tij dhe mënyrës së reagimit vjen duke u dobësuar, do thosha, kurse vendet e rajonit edhe ato pak që kanë qenë mbështetëse të Iranit kanë bindjen që me gabimin që bëri Irani duke i goditur vendet e rajonit, vendet mike, vendet partnere,
kam bindje që i ka kthyer në të kundërtën e asaj që do t'ishte dëshira e Iranit, pra ato nuk janë as pak në mbështetje. E vetmja mbështetje që mendoj unë se i ka ngelur në distancë e Iranit në Kina, për arsye edhe atyre që përmenda pak më lart për sa i përket aspektit ekonomik dhe furnizimeve mbi 90% të 20% në shkallë botërore që del nga ngushtica e Hormuzit, kështu që vetmja kjo është, kurse pjesa e Rusisë që e ka patur në mbështetje, kam bindjen që është më e tërhequr për shumë arsye e faktor, një nga të cilët janë marrëdhëniet dhe bisedimet që janë zhvilluar mes dy presidentëve, por dhe angazhimi i madh që Rusia ka tashmë për gati më shumë se 4 vitesh në luftën dhe në konfliktin luftarak me Ukrainën. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Prenga, mendoni se po shkon për plasja drejt një betejë të drejtë për drejtë pra për pushtetin në Iran, pasi Izraeli kërcënon se do të godas çdo pasardhës së liderit suprem të Iranit, dhe nga ana tjetër kemi presidentin e SBA-s Donald Trump, i cili paralajmëron se lideri i ri të Iranit duhet të marrë miratimin e SBA-s. I gjithë ky operacion luftarak që ka nisur, kam bindjen që përveç arsyeve të tjera, jam i bindur që një nga arsyet dhe objektivat është edhe ndryshimi i regjimit, ose rrëzimi i regjimit. Aty regjimi nuk mund të rrëzohet dhe nuk mund të lidhet me një person, mendoj unë, për kohëzgjatjen e tij që nga 79-a dhe për objeksionet apo modelin e drejtimit të shtetit të Iranit, kam bindje që nuk do të jetë kaq e lehtë, do të jetë shumë e komplikuar, sepse nuk varet tek një person. Edhe nëse një person, siç u ekzekutu lideri shpirtëror i tyre dhe mund të ekzekutohet edhe tjetri që sapo është zgjedhur, kam bindjen që do të jetë relativisht e vështirë dhe shumë e komplikuar që regjimi të mund të bjerë. Ajo mund të realizohet atëherë kur i ka hequr gjithë fuqinë dhe kompetencat e veprimit, si me konfliktin jashtë Iranit, ashtu edhe me vetë popullin e Iranit brenda për brenda, sidomos gardës revolucionare. Sepse ajo është që udhëheq, vepron dhe urdhron gjithçka në lidhje me Iranin. Ata janë besnikët, ata janë të indoktrinuarit, ata janë të cilët ekzekutojnë qytetarët e vet pa asnjë mëdyshje, ata që janë të ndaluar me gjyqe të përshpejtuara, ashtu edhe të tjerë që janë ngritur në protesta dhe janë të shpërndarë, sepse kanë një parim që vazhdojnë të shpërndarë në të gjithë territorin e madh të Iranit për të mund të parandaluar çdo lloj kundërshtije apo ndërmarrje për të rrëzuar këtë regjim. Le të presim e të shohim nëse mund do të arrijnë të organizohen ata të pakënaqur që janë jo pak brenda për brenda Iranit, pasi ai përbëhet nga 20 entitete të ndryshme, dhe përfshirë këtu edhe kurdët që janë edhe në Irak me shumicë, dhe ata kanë dhënë prova se Amerikani i ka përdorur në luftra të tjera të mëparshme, dhe mundet që këta të jenë baza kryesore, si mu themi motori i lëvizjes dhe i veprimit me forca toksore brenda Iranit. Duke marrë në zonat ku kalojnë, po qësa do t'ja arrijnë qëllimit, edhe të pakënaqur dhe kundërshtarët e tjerë të sistemit apo të regjimit në Iran. Nëse do të arrihet kjo, që ngelet për të parë në të ardhmen, kam bindjen që atëherë edhe mundet të realizohet rrëzimi i sistemit, ose si mund të themi që ka aktualisht Irani, dhe të mund të shpëtoj pa kaluar në një kaos apo luftë civile, për të mund të besuar që të hynë në një qeveri tranzitore, dhe për një afat kohor prej 6 muajsh, siç edhe ka propozime të tilla për të krijuar mundësinë që brenda 6 muajve të mund të ndryshohet kushtetuta, të ndahet shteti nga feja, e shumë problematika të tilla që kanë sjell vendin në këtë gjendje dhe në këtë përplasje ose luftë, dhe më pastaj të organizohen zgjedhjet e lira demokratike, duke i dhënë mundësinë edhe opozitës që një pjesë është jashtë Iranit, por edhe trashëgimtarit të fundit të mbretit
në të shahut e Iranit që jeton me mbështetësit e tij në Amerikë. Pra, këtu në këtë formë mendoj se do të kishte një mundësi për Iranin dhe për iranianët për të patur një liri pak më tepër dhe një demokraci të brisht nëpërmjet realizimeve të ndryshimeve kushtetuese. Këto janë të lehta për tu paraqitur si leksion, por janë tepër të vështira për të realizuar në terren. Le të shpresojmë se diçka do të ndodhë dhe regjimi do të bjerë dhe për vetë Iranin do të kemi një situatë tjetër. E qartë, zoti Prenga, nga ana tjetër, me gjithë këto paralajmërime për të goditur çdo pasardhës pra të liderit suprem dhe në të gjithë këto momente kritike tashmë në këtë konflikt, cili është roli që po luan Izraeli? Izraeli ka dhe do të ketë një rol të jashtëzakonshëm për sa i përket jo për Iranin dhe të mbështetësit e proksit e tij, por për mbijetesën e vet. Pasi që në momentet që është vendosur në ato territore, në lindjen e mesme, do thosha, ka dhe do të ketë probleme, sepse Irani e ka shpallur armik të përhershëm dhe me të njëjtën monedhë është i detyruar të veprojë edhe Izraeli. Kështu që Izraeli jam i bindur që nëpërmjet shërbimeve të veta të fshehta, pra inteligjencës, ka informacion dhe synon të marrë çdo detaj në lidhje me informimin. Pasi siç e dim, media dhe informacioni janë një pushtet i veçantë që do të ndikojë në gjithë hapat që ndërmerr si Izraeli ashtu dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim të ngushtë me njëra tjetrën. Pra CIA dhe Mossadi janë dhe do të mbeten në bashkëpunim të ngushtë. Ata janë që japin objektivat, pjesa tjetër pastaj e goditjes me raketa apo me forma të tjera nga ajri apo nga deti janë pjesa finale e realizimit. Por asgjë nuk mund të ndodhë nëse nuk jepen të dhënat e sakta dhe updatimi i këtij informacioni dhe të dhënat për të mund të ndjekur e për të gjetur në kohë reale objektiva të cilët shumica prej tyre, kur bëhet fjalë për udhëheqësit, janë objektiva të lëvizshëm dhe askush nuk mund të mendojë që e mori informacion dhe nga momenti informacioni që jepet deri sa përgatit për të goditur, ai mund të jetë zhvendosur dhe në këtë formë dështojnë operacionet të cilat jo rrallë kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin. Qartë, mirë, zoti Prenga, për të mbyllur pyetja fundit, mendon se tashmë ka ende hapësirë për një rrugë diplomatike apo do të ketë një vazhdim të mëtejshëm të këtij konflikti? Unë mendoj se do të jetë me kohë të kufizuar konflikti, kam bindjen nëse do të do të jetë në pamundësi për të reaguar që çdo ditë që kalon po i ngushtohet kjo mundësi Iranit, kam bindjen që edhe ata do ta shikojnë si mundësi nëpërmjet ndërmjetësve së pari, siç janë Rusët, Kina apo dikush tjetër, që të shikojnë rrugën diplomatike dhe të ulës në tavolinë. Gjithsesi, kam bindje që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, pa arritur objektivat e veta, nuk besoj se do të jetë e lehtë edhe e shpejt ulja në tavolinën e bisedimeve për të nënshkruar një marrëveshje. Nuk është më si aksioni 12 ditor i vitit kaluar, por kjo mendoj që është një fazë e dytë shumë më e rëndësishme, shumë më e thellë për të realizuar objektivat e veta që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, sepse jo vetëm ata, por kam bindjen që edhe vendet e tjera përjashtu Kinën, Korenë e Veriut, ndoshta edhe Rusinë, pjesa tjetër e botës janë pro këtij aksioni ose operacioni luftarak do ta quaja, pasi Irani do të përbënte jo vetëm për rajonin, por nëse do të arrinte të posedonte të mbush me bërthamore, atëherë të zhvillonte këtë lloj arme, jam i bindur